Në ambientet historike të Kalasë Rozafa, arti mori një dimension të veçantë përmes ekspozitës Kur muret flasin, një aktivitet kulturor që bashkoi krijimtarinë artistike me mesazhet për mbrojtjen e mjedisit dhe trashëgimisë kulturore. Ekspozita e piktoreve Teuta Lagja dhe Kaltrina Hoti solli për publikun tablo artistike dhe instalacione të realizuara me materiale të riciklueshme, duke përcjellë një qasje ndryshe mbi ndërgjegjësimin ekologjik dhe lidhjen e ngushtë mes artit, natyrës dhe historisë. Muret shekullore të Rozafës, të mbushura me histori, legjenda, besë dhe trimëri, u kthyen në një hapësirë reflektimi ku arti bashkëkohor komunikoi me të kaluarën. Përmes ngjyrave, formave abstrakte dhe elementeve tradicional, artistët sollën histori të përditshme, mesazhe sensibilizuese për riciklimin dhe mbrojtjen e natyrës, si dhe frymën e bashkëpunimit artistik mes trevave të Shkodrës dhe Plavës. Veprat e prezantuara përcollën mesazhe të forta mbi ruajtjen e peizazhit natyror dhe rëndësinë e përfshirjes së komunitetit në nisma ekologjike dhe kulturore. Në këtë mënyrë, Kalaja u shndërrua në një vend ku arti nuk shërben vetëm për t'u admiruar, por edhe për të ndërgjegjësuar e frymëzuar. Ekspozita u organizua në kuadër të Netët e Kështjellave, një iniciativë kulturore europiane që promovon fortesat, muzeet dhe sitet historike përmes aktiviteteve artistike dhe edukative. Ekspozita tërhoqi vëmendjen e qytetarëve dhe turistëve vendas të huaj, të cilët vizituan Kalan për të përjetuar nga afër këtë ndërthurje të veçantë të historisë, natyrës dhe artit bashkëkohor. Në fund, mes emocioneve dhe vlerësimeve pozitive, artistët shprehen mirënjohje për publikun, gazetarët dhe të gjithë mbështetësit e artit, duke theksuar se qëllimi i tyre ishte arritur, t'i bënin muret e Rozafës të flasin edhe një herë, kësaj radhe përmes artit dhe mesazheve për jetën dhe mjedisin. Ne zhvilluam një intervistë me secilën nga artistët për të mësuar më shumë rreth artit të tyre, por dhe bashkëpunimit me njëra tjetrën. Larg studios, larg edhe çdo interviste që merret në qytet, është i bukur Shkodra. Po është akoma e bukur mbazitja në Kala dhe po ndihem fajtore që nuk e kam shijuar më herët. Po ju i keni dhënë sot një bukuri dhe i keni bërë mure që të flasin, kështu kemi dëgjuar. Do ta vëmë veshi dhe do të kuptojmë, flasin apo jo? Për mendimin tim flasin, ato gjithmonë kanë fol. Ka 2500 vite që flasin, ndërsa sot po bërtasin. Sot po bërtasin. Bërtasin për arsye të një punimi që e reflekton këtë dhe muret e ndihmojnë apo ato po flasin për artin, ato po flasin për mjedisin, flasin për riciklimin, pra flasin për të bukurën, pra flasin për shumë gjëra, për bashkimin kombëtar, duke qenë se ne dy artiste, një nga Plava e Malit të Zi dhe unë nga Shkodra, pra kanë shumë mesazhe. Afër jemi, po ta mendosh dhe shumë afër nuk jemi për të shkuar deri në Plavë. Ka gjithmonë një kimi të cilën i tërheq arti, dashuria për të bukurën, domethënë gjithmonë gjendet diçka që i bashkon ata. Kam përshtypjen që dashuria për Shkodrën ka ardhur duke u shtuar. Tani këtu ka kulminacionin e saj në Kalan Rozafa. Dhe që shoqërohet edhe me një paraqitje artistike tënde dhe jo vetëm emocion personal, apo jo? E vërtetë është vizita ime e parë në mënyrë artistike ishte para disa vite, ekspozitë personale të Galeria Oda. Ka qenë një eksperiencë e bukur. Mirë po tani që jam duke përjetuar njeriu e Shkodrës, natën e Shkodrës, mëngjesin e Shkodrës, është tjetër, e shoh Shkodrën më të afërt, e kuptoj dhe shprehja që thua ti e kësaj lidhshmërisë dhe dashurisë është duke e bërë këtë ekspozitë në Kala, që është cikli më i ri i imi, thirret Thesi Shkodrës, ndërsa emri i ekspozitës është Sipërfaqja nuk hesht. Të thotë Thesi Shkodrës në për shprehje të ndryshme jemi duke folur për kujtimin, memorien, emigrimin, mbijetesën dhe reflektimi të kaluarës në syrin modern, por në një material që është material i të kaluarës, ta them.
Komoditeti i dritave që ofron një galeri, ndriçimi një mur i suvatuar mirë, boja, kortezia e zhvillimit të vizitës në një galeri është ndryshe. Të jep dorë kalaja për artin tënd, krijon një sfond ideal për prezantimin tënd. Për mua, për këtë stil që jam duke bërë, përdori materialet industriale, përdori materialet natyrale, kam dheun, kam ziftin, kam goshtat e të gjitha ato. Procesi i punës dhe përfundimi kërkon dritë natyrale, kërkon gur, dhe në fakt ndriçimi edhe i hënës e ka efektin më të fortë se sa ndriçimet që janë. Dua të them që për mua kjo është perfekte, shumë perfekte. Jep dorë kala Rozafa për një ekspozitë të tillë? Patjetër që ta jep, faktikisht arti e ka dorën vetë, nuk është se ka nevojë për gjëra tjera, por kalaja Rozafa e shndrit. Më thonë, unë mendoj që sot gjithë ditën që ne kena punu për ekspozimin e punimeve, ne kena përjetuar emocionet pa pa me njerëzit dhe me atë që kalaja na ofrovi, domethënë. Në realitetin e sotëm ku llafologjia ka arritur kulmin dhe rrjetet sociale, të gjitha këto tema që the ti mundojnë të shtjellojnë vazhdimisht. A mendon se nganjëherë perceptimi para pikturës së këtyre temave, por dhe duke pas pak heshtje sepse vizitori po i shikon, krijon një reflektim më rezultativ se sa të lexuarit, të folurit pafund? Shumë e vërtet dhe shumë bukur e përshkruve. Jemi të shkuar në një jetesë të shpejtësisë, fast paced of life. S'kemi durim me lexua, s'kemi durim as të dëgjojmë shpjegimet e njëri tjetrit, por çdo gjë dona në mënyrë vizuale me sy. Domethënë dona të shohim dhe gjërat të na flasin neve. Ç'o të them, koha moderne. Pikërisht edhe për këtë arsye, këtë cikël që e kam, është duke biseduar direkt për temat shumë serioze, abstrakte por gjithmonë me një element shumë të fortë që une me mendimin tim e kom zgjedh, e roka ato. Një ndër punimet e fundit që është portreti i njeriu, ku syrin e zëvendësoj une me një dry, kam thënë, kom filluar me pasru fjalorin në Shkodër, që jam duke thënë, sot jetojmë në një kohë ku na është ndaluar ta shohim drejtësinë, ta aplikojmë, ta kërkojmë, ta shprehim. Që lidhet pak edhe me atë që përjetoj unë në Hotë të Kujit. Do të thotë, bota po vazhdon, por prapë se prapë, pa kalan, pa gjërat e të kaluarës nuk vazhdohet. Sot ka qenë procesi përfundimtar i këtyre punimeve. Domethënë kam krijuar krejt, mirë po desa nuk është paraqit në një gur të kalaz, me dritën, me këtë perëndim të diellit, edhe do të flenë sonte këtu. Aty rini gjatë natës? Po, do të rinë këtu, edhe nesër do të bojnë dy, ne do të flenë me gurin e kalaz. Më fal, ju do flini basur pikturat këtu? Jo. E ke atë lirshmërinë që ti lësh piktura këtu? Kam besim në kalan e Shkodrës, në yjet hënën, në njeriun e Shkodrës që ato do të flenë, do të shkëmbejnë, e pas se kur ti marrë këto punime me vete në martëzi, do të bëjmë për shpritin e vetë atje. Po, tani ti beson të bioenergjia që mund të merret në një energji, diçka e tillë nga kalaja, e beson të bioenergjia? E besoj në bioenergji edhe prapë them, procesi përfundimtar do të jetë sonte edhe nesër mbrëmja kur ato do të flenë një natë në kalat të Shkodrës. Sa gjë bukur kjo? Te Kaltrina çfarë zgjodhe? Artin e saj, përveç natyrës që është goxha e ngjashme me temën. Okej. Bashkëpunimi si eci? Bashkëpunimi ka ndodhur krejtërsor, Kaltrina shprehu dëshirën për me pas një ekspozitë në kalan e Shkodrës, duke qenë se ajo ka shiju edhe kalan e Ulqinit, dhe donte që pse jo, mos ketë një si bashkim midis trevave shqiptare, ki parasysh nëpërmjet artit saj. Dhe normalisht kërkovi dhe bashkëpunim me një artiste të Shkodrës në mënyrë që të krijoni një vëllazëri artistike midis njëri tjetrit.
Si u gjetë kjo kimia mes teje dhe Teutës? Më bëri shumë përshtypje në një emision tek TV1 Channel, more dhe xhaketën e kishit të dyja jeans. Domethënë që rastësi ishte ajo. Kjo është tregues se ka kimi. Po, mire ki. Shiko, unë jam gjithmonë për bashkëpunim. Gjithmonë. Prapë më duhet të them se dashuria është për Shqipëri, ndaj Shqipërisë e madhe nga ana ime. Unë dua bashkëpunim me artistin. Bilem edhe dje përmendem. Në zemrën e çdo shqiptarit, dikush e thot, dikush nuk e thot, dikush e pranon, dikush e pranon. Të gjithë e ndrojmë të shohim Bashkimin Kombëtar. Bashkimi Kombëtar më së lehti do të bëhet kur fillojmë të njohim njëri tjetrin. Teuta ishte aq shpirt artistik, po edhe si person ishte e mrekullueshme. Ajo me një stil, unë me një stil. Dhe ajo ishte e bukur. I thash Teutës, ky ndryshimin që kemi ne mes veti është ajo që do të na lidh. Unë jam tepër e kënaqur me lidhshmërinë që jemi duke krijuar me Teutën, në mënyrën që punon ajo, në mënyrën që ajo afron miqësinë e saj. Bilem sot më tha një fjalë, tha mos më thuaj faleminderit aty s'po i njihshe shkodrant. Thash jo, hala si kom njoh se vetëm ka filluar fillimi. Por çka duhet të them, s'ka gjë më të bukur se artisti me artistin me punu, sidomos lokal mes veti, e pastaj shkon me tjerë. Se unë gjithmonë them, unë jam e bia në gjeni. Ju keni dy stile të ndryshme, të paktën në përzidhjen që keni bërë. Në abstraksion operon edhe ti her pas here, ke dhe ti ato punimet e tua, por kryesisht qëndron te realizmi. E keni gjetur gjuhën apo ka luhet me befasin, kur një vizitor shikon ty, pastaj thoi za trëmbet pak te Kaltrina. Ne faktikisht mesazhin e kena tek ekspozita që është Go Green, do thotë jesh për mjedisin, dhe duke qenë te kjo ne më tepër jemi tek riciklimi dhe futim unë kam futur 2 cikle, njëri i Drurit dhe tjetri me punimet në telajo, që futen, po edhe punimet në telajo ka me mjetet e riciklueshme. Kështu që do thotë ne jemi përmbajtur asaj që të materiale që kemi përreth nesh t'i kthejmë në art dhe t'i bëjmë edhe ata të flasin dhe të nxjerrin diçka që ka lidhje me historinë dhe me jetën tonë. Ka pas disa bashkëpunime midis po shumë të rralla zonës së Kelmendit dhe Plavës te grupet artistike kur vjen puna për te festivali që organizohet për këngë në datën 30 diçka e tillë në Vuthaj, po vetëm këtë bashkëpunim tek këtu në një bashkëpunim librash? Po. Mua më vjen mirë artisti s'ka. Jo. Dhe prandaj më vjen mirë që po zgjerohet rrezja e bashkëpunimeve dhe në profile të tjera të artit. Unë kam dëshirë që këtë vje të bëj një takim të piktorëve të Shkodrës të vinë te unë si musafir në galerinë time të Hotit, dhe me atë takim që do të bëjmë atje, që të organizohemi që artistët e Shkodrës të jenë musafir tonë në një ekspozitë në Podgorica. Ka lindur xhelozia atje në Hot se por shumë në Shkodër, domethënë jam shukur se çfarë thon ata, çfarë po bën atje, pse po rri shumë atje. E vërtetë është. Çka ju them unë i them që nuk jam mbush ende mjaftueshëm me energji që më duhet që me mujt me u përballu juve atje. Sinqerisht dhe ta them. Kjo është përgjigje sinqert. Të gjithë ata sa i përket njeriu tim në Hot, ata e mirë, e din Shkodrën shumë mirë, mi po jo në mënyrë artistike. Jo që jam artiste, po ndoshta edhe ti vetë ke eksperiencë të bukur që i ke bojnë intervju me shumë njerëzit. Në jetë, çdo njeri kërkon qetësinë shpirtërore. Arti do ta shënon të vërtetën e njerëzimin. Arti ta jep atë qetësinë shpirtërore. Arti do ta bashkon çdo dru, çdo dorë në botë. Prandaj unë jam shumë me nafaka, me fat që jem në botën artistike dhe jem duke njohur Shkodrën e njeriu tim të Shqipërisë nëpërmes të artit. Se është ndryshe si turist, ndryshe si kjo. Nëpërmes të artit jem duke depërtuar ndërhijen e Shkodrës për të mirë. Okej, të falenderoj për intervistën. Shumë suksese, faleminderit. Kjo është vlerë e Shkodrës që ti je këtu dhe që ke sill krijimtari në shpirtin tënd. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe e dua Shkodrën shumë, i thash Teutës dua ta bëj
ashtu bluzë, si thoni ju. Nuk kem Shkodrane, por e dua Shkodrën. Edhe ju jeni gjithmonë e këndshme shumë. Faleminderit për energjinë tënde. Kur të bësh atë bluzën dhe një kopje për mua. Se unë nuk jam Shkodrane, po e dua Shkodrën. Okej, që më bëhemi dy. Në Shkodër tashmë është krijuar stili Teutës. Jo vetëm Teuta e moraleve, fantastike që realizon në qytet, por edhe e pikturës shumë dinjitoze. Unë jam shumë mirënjohëse, jo vetëm si shoqë që do të thotë që gjajmë për kraje, por edhe si gazetar që gjithmonë na japni mbështetjen, sepse edhe ne nuk flasim dot pa zërin tuaj. Ke parasysh zëri ju i bën që ne na dëgjohet më shumë ajo çka duam të përcjellim nëpërmjet artit. Ju falenderoj.